Shqipërisë. E pranoni këtë që tha zoti Berisha që firmat piramidale i krijoi ish sigurimi i shtetit? Sigurimi i shtetit nuk kishte mundësi si ti krijonte në mënyrë kategorike. Jo, sigurimi do të thonë po s'kishte sigurimit. Se ato duan mbështetje qeveritare të vetë Berishës, jo. Dhe mbështetje të financiare. Për shembull, njëri që ka punuar të drejtimin fare, hapi fillimisht dyqanet e mëdha me elektroshtëpiake. Dhe pastaj e ktheu firmë piramidale. E tjetër. Janë probleme madhore këto që janë të dokumentuar. Po në Greqi? Po. Se ju thatë debat në parlamentin sërb. Po. Unë në një bisedë të tillë. Do të thonë më fal edhe një herë, më fal të kërkoj ndjes. Do të thonë gjithë ato shkatërrime, fabrika, uzina, ngritja e firmave piramidale është vepër e UDB-s. UDB-s e tjerëve. O skenar që realizuan në vend agjenturës tyre në Shqipëri. O kaq shumë agent në Shqipëri, zoti Liman? Fatkeqësisht Shqipëria dhe pse është vend i vogël dhe popullsinë më të vogël, po të shikosh i paanshëm, po përsëri i paanshëm se adhetari i Shqipërisë, është vendi që prodhon më shumë armiq. Historikisht. Wow. Shikoj nga 1912 deri tani. Dhe pastaj kalon shumë armiq. Dhe pastaj kalonin në Perandorin Osmane. 32 kryeministra drejtuan Perandorin Osmane. 28 ministrat jashtëm dhe me qindra pashallare general. Prandaj Sami Frashi shkruante: shqiptarët kanë shërbyer më shumë të huajve se sa Shqipërisë. Dhe kjo vazhdon edhe sot? Dhe prandaj dhe Shqipëria akoma nuk u bë shtet që meriton. Okej, tani me parlamentin grek për ta mbyllur këtë? Po. Një debat televiziv, një debat në kuvend para 6 vjetësh, të cilën kam shpjeguar në një kanal televiziv, ministri i mbrojtjes akuzoi ministrin e jashtëm për buxhetin që kishte dhënë ai për zbulimin ushtarak jashtë shtetit agjenturës. Dhe mas shumë debateve tha ku ka shkuar parat dhe ai uli zërin me qetësi. Lekët kanë shkuar atje ku duhet shkuar dhe shikoj shtetet kufitar ku kemi çuar. Dhe shkoj shtetet kufitar. Është në televizor po ta kërkon Heroni me Gjoni. Pra shtetet e konsoliduara realizimin e qëllimeve të tyre gjeostrategjike e realizojnë duke patur një strukturat fuqishme agjentorore të zbulimit dhe diplomacisë për realizimin e qëllimeve të tyre në shtetet që kanë dëshirët e tyre. Okej, zoti Limaj, si doli Shqipëria mbas luftës së dytë botërore? A kishim në mundësi që mund mos ishim një shtet komunist diktatorial? Apo ishte destinuar kjo që ne duhet ishim të tillë? Është në kapitullin e 2 them Shqipëria midis lidhjes dhe perëndimit të librit. Po. U referova me referencat të huajve në Shqipëri, sepse shqiptarët si besojnë një tjetrit, janë të huajt aty. Çfarë thot Lorec aty? Pra, Enver Hoxha ishte në mes rrugës, nga t'janë mande, thot ai, nga lindës o perëndimi. Amerika me Anglinë nuk e njohën qeverinë. Misioni angles i ndihmave që nuk ka UEFA këtu fare, mbështet se përvoroi e pirin Greqinë, që mbështeti edhe në konferencën e parë të paqes Anglia. Pra, shteti shqiptar ishte shumë i shqetësuar nga ajo. Dhe ndihmat pothuajse u bllokuan fare. Në këtë kuadër, i vetmi vend që u përgjigj menjëherë që Jugosllavia. Dhe më mbrapa pasaj erdhi Bashkimi Sovjetik, të cilët i pari shteti shqiptar ishte Jugoslavia, dhe pasaj vazhduan shtetet tjera, dhe sa Amerika me Anglinë, ju e dini që vit pra nuk ishte rrugë tjetër. Nuk ishte rrugë tjetër. Po i gënjeu Enveri atë. Për çfarë i gënjeu? Nuk kam punë me Enveri, nuk kam historinë punë. Çfarë i gënjeu konkretisht? Është një çështje që ka marrë se dalim nga tema, po i gënjeu. Unë kam lexuar arshivat dhe gjithë qendrimet e tija. Ai ishte midis dy rrugë nga Tiamante, dhe duke qenë se perëndimi në jug për një kohë caktuar, dhe ai vetë ishte edhe komunist, detyrimisht zgjodhi rrugën e kraut komunist lindor. Çfarë ishte Shqipëria gjatë luftës së ftohtë në 46 vjet? A kishim në rëndësi apo ishim të pallogaritshëm në botë? Po të ishte pallogaritshëm Shqipëria në 46 vjet, nuk do angazhoja aq shumë siç kanë praktikuar në librat si amerikane, më 18-ta, KGB-ja, UDB-ja me radhë. Pra, Shqipëria fatmirësisht ka një pozicion gjeostrategjik
shumë të rëndësishëm, dhe Shqipëria në ato vite ishte kalaja se ke kohën e Skënderbeut që ndante lidhje me Perëndimin në buzë asaj. Kjo ishte për shkak të pozitës gjeografike? Prandaj, në vitin 49 deri 54, siç thot edhe Bleri, që dështuam, u bë operacioni midis dy zbulime amerikane dhe atë, për rrëzimin e partisë, hyrjen në Shqipëri, për rrëzimin e partisë dhe pasojat e të mbi Shqipërisë. Dhe të shtuan sepse zbulimi jonë kishte realizuar futje me agenturë në të gjitha organizmat. Ja, më lë të pyes. Domethënë ju kapët një çështje thelbësore që ka goxha debat. Tony Blair, kryeministri i Britanisë, ka thënë, dy janë dështime më të mëdha të MI6-s, shërbimit sekret britanik dhe CIA-s. Ai në Irak në vitet 2000, dieta shumë e famshme, dhe në Shqipëri në vitet 50. 49-54 ka qenë operacioni. Në fillim të viteve 50, valuable, i famshëm valuable. Zoti Lima, ju më po pyes njeriu kompetent sepse ka plot studius që nuk kanë shumë lidhje. Por s'kan qenë aktor shkuar i kot. Dhe po pyes njeriu që ti ke qenë pjesë e një shërbimi sekret. Tani, ishte ky dështim i CIA-s amerikane si pasojë e aftësisë së lartë të sigurimit të shtetit apo tradhtisë së madhe të Kim Philbit, agentit britanik që u bë pjesë e KGB-s? Shumë qartë. Në vitin 1949, Shqipëria përbënte një objekt tundus për skifterët antikomunist në radhë e buzbullunit britanik dhe amerikan. Nëse në vendet e tjera zhvilloi betejë e luftës së totë, Shqipëria zhvilloi betejë e luftës së zetë. Pse? Sepse të gjitha shtetet kundërshtuese të Shqipërisë kishin bërë organizime intensive për rrëzimin e partisë pushtet dhe mas saj do vinë pasojat e tjera. Për këtë arsye, dy zbulimet kryesore, amerikani me projektin i çmuar në anglisht obus briefing, ndërsa anglezi me projektin djalli volube organizuan agenturat e tyre dhe personelin e tyre për të hyrë në Shqipëri. Çfarë synonin? Rrëzimin e pushtetit politik. Dhe me këtë zënconin? Enver Hoxha? Ishte një problem i cili ishte më shumë për interesat e tyre të binin në pushtet, të gjithë emigrantët politik dhe ekonomik që kishin dështuar luftën nacionale shqiptare, dhe ky pushtet i quhet armik me të drejtë të binin pushtet sepse në Amerikë në Suedi, vendet e fara ishin shumë nga ata që prisin atë pushtet, që nga me zogun krye janë rresht emrat, i kanë libër gjitha me radhë. Po, kjo do ishte një gjë e mirë për Shqipërinë? Tani, dy zbulimet qendrat e tyre bën Italinë dhe Greqinë. Po? 800 emigrantë ishin në Itali, 700 në Greqi, 700 ishin në Itali. Dhe u përgatit komplet hyrja aty në Shqipëri. S'është e vërtetë që Kim Phibi i sqaron mjaft mirë Lordi Angles Bathel në librin Tradhtia e Madhe. Po thot, nuk ishte tradhtia, thot e Kim Phibit, po ishte aftësia e zbulimit shqiptar, i cili kishte futur brenda kësaj veprimtarie, agjent e saj, dhe çdo lëvizje që bëj kundër Shqipërisë zbuloi që në kohë dhe me të pasur Shqipëria. Po din ata kur binte ai me parashut në X vend, nga si arrinte ai? Po, sepse kur bëje planin kundër zbriste, vinte informacione para se tipi për lëvizje ai. Ashtu si u bë Xhevet Mustafën, Do të pyes për Xhevet Mustafën, po kemi ne dokumente që X agent ka treguar vendin që filan person do bie me parashut në filan vend dhe kapi, sa ata u kapën me dhjetra. Po pse agenti që ishte në grupin e Xhevet Mustafës është tjetër gjë. Jo, i lidh gjërat pa agenturën. 83-shin. Në radhë para një herë, pa informator të brendshëm, midis veprimtarisë administrative që bëhet, nuk mund të ketë kaq shumë sukses zbulimi. Pra zbulimi jon, atëherë quhet agenturor, tani quhet inteligjenca, ishte organizuar në mënyrë të shkëlqyer dhe brenda gjithë veprimtarive
të diasporës politike dhe ekonomike jashtë shtetit, që drejtojë Agjencia Amerikane dhe më 18 janë gjithë në arshiv, këto që kam unë janë arshiv, këto i them unë, nuk them unë, kishte futur elemente saja, dhe çdo lloj planifikimi që bëj kundër Shqipërisë, dhe çdo lloj lëvizje që planifikoi, vinte më përpara Shqipërisë ato ishte aktivitet, dhe merreshin masa parandaluese. Kështu u realizua edhe me atë që thot Bleri, që në Shqipëri dështuan 4 vjet, 49, 54 dështoj. Prandaj, në vazhdimsi të saj, se u kam tani deklaratën e drejtorit CIA-s, u detyruan që në vitin 1970, drejtori CIA-s për Shqipëri tha, dështuam, do ndryshojmë platformën, do vendosim strategjinë e plasaritjes që bën me shpifje dhe me intriga letrash që futën vradhasë në Shqipëri. Pra dhe vetë të shtetë kaq të mëdha, kanë pat kaq probleme të mëdha për realizimin e qëllimeve të tyre, për rrëzimin e pushtetit politik. Problemi shtrohet shumë thjesht për njëri normal. Si ishte mundur 44-1910 nuk u realizua dot rrëzimi i pushtetit politik e Hoxhës. Kjo është pyetje që unë e kisha përgatitur. Sepse shteti shqiptar fillimisht punoi me Jugosllavinë dhe veçanërisht pasaj me Rusinë, ndërtoi dhe organizoi në mënyrë të shkëlqyer shërbimin e fshehtë të zbulimit politik dhe zbulimit ushtarak, dy drejtori qendrore. Drejtoria e zbulimit politik i quhet Drejtoria e Tretë e Ministrisë Punës Brendshme, u vendos të instaluan Ministrinë e Punës së Jashtme. Ndërsa drejtoria e zbulimit ushtarak në Pallatin e Brigadave në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes. Drejtoria e zbulimit politik kishte mision të ndiqte veprimtarinë dhe zbulon të hapit të gjithë diasporën politike dhe ekonomike jashtë shtetit, e cila në bashkëpunim me agjentorët të huaj kishte për qëllim rrëzimin e Partisë Punës dhe të Hoxhës. Ndërsa drejtoria e zbulimit ushtarak kishte për detyrë të ndiqte gjithë veprimtarinë e shteteve kërcënuese që përbërnin përshtytjen ekonomike Jugosllavisë, Greqisë, Italisë, NATO-s dhe Amerikës për përbërjen, organizimin, dislokimin dhe veprimtarinë ushtarake dhe kërcënimet që vinin Shqipërisë, të cilat unë i paraqesë libër me atë dhënë kishim ne kopje të tyre. Do të pyes një nga i për këto. Shqipëria u bë anëtare e Traktatit të Varshavës, lidhur me këtë që ju thatë për mbrojtjen e vendit tonë, që në vitin 55 kur u themelua deri në vitin 68 kur doli. Çfarë roli pati vendi ynë gjatë kësaj kohe që ishte antar dhe çfarë ndodhi në momentin kur Shqipëria u largua? Sepse ishte lajmi numër 1 në botë. Traktati i Varshavës me në krye Bashkimin Sovjetik nuk kishte asnjë hapësirë në detat e Mesdheut. Në qoftë se flota e gjashtë kishte gjithë Mesdheun, se kishte antar Greqi, Itali, Spanjë, Francë, pastaj bëri Turqi dhe Greqi në 56-ën, Bashkimi Sovjetik lëvizte me anije